interesi, por nëse kujtuat e mbajke shumë gatë dhe tash ka fillu me të njëjtën gjuhë, sikur që do të ketë dikur partive tjera, qoftë nismës, qoftë aleancës me numër të vogël deputetëve. Tash ka filluar edhe lëvizjes lidhjes demokratike i thotë që me këta deputet populli nuk ju ka vënë më tepër se sa kaq. Pra, jo ka përcaktuar rrugën. Që si takon sipas ti presidenti? Se nuk i takon presidentit, por i takon në zëvendës kryeministri, 6 ministri, kryetari i parlamentit, që nuk ka kuptim. A i takon realisht? Do të mund i takon Shko, të? 3 pozicione, asnjëherë në historikun demokratik të Kosovës nuk e kemi pas presidentin dhe kryeministrin i cili kanë qenë të njëjtin funksion për shkak të balancit politik. Por matematikisht, ose më thonë mirë, statistikisht. Ka të drejtë. Jo, ka të drejtë, ka fitu zgjedhjet. Zotënjeri ka fitu zgjedhjet, atë sa i ka fitu, sepse ne po thojmë që ka fitu 47%. Zoti Kurti i ka fitu vetëm 17.4% të votat të qytetarëve të Republikës Kosovës. Këtu, kryesisht kanë kontribuar me 10% në total diaspora, sepse e dim qëndrimet e diasporës në raport me lëvizjen e vendosje, që do të thotë se zoti Kurti nuk përfaqëson qytetarët të Republikës Kosovë rezident Kosovë. Përfaqëson vetëm 17.4% të krejt trupes elektorale, që do të thotë se 83% të qytetarëve të Kosovës nuk e kanë mbështetur zotin Kurti. Por statistikisht i ka 53 deputet, që do të thotë e ka shumicën e shqiptarëve. Por duhet të ketë 61 që ta ketë shumicën e parlamentare. Prandaj nuk i ka për momentin 61 numra. Prandaj nuk shkon në krijimin e institucionit. Ne kemi tash probleme të kalimi 6 mujorësh të ushtrimit detyrës së presidentit. Prandaj është kjo që do duhej, sot është spekuluar në prokurore, në disa prej mediat tash s'po din cilat të jenë, por i poshtë mediat serioze nuk e patën që kanë pas takimet dhe tendenca për takime prapë me lëvizjen me lidhjen demokratike të Kosovës. Jo, ftesa ka pasur. Kështu kanë qenë. Po flas ka pas jashtë pjesës zyrtare tendenca që të arrihet një marrëveshje, por megjithatë edhe marrëveshja me lidhje demokratike. Çështja e numeratikut Vjosa Osmanit. Po shiko, nëse bëhet prapë një binom Abdexhiku ose Osmani Kurti, unë mendoj që ka qenë tragjedi për Republikën e Kosovës. Për politikën e Republikës Kosovës, sepse ne e dina që kanë bërë për 5 vite. Por tash nuk mos ta fajsojmë në krejt zotin Kurti, sepse zoti Kurti e ka të drejten që të kërkoj sa ma tepër, për shkak se i ka fituar zgjedhjet, pavarësisht se kemi zera dhe ka zotime, ka dhe shoqëria civile, kërkesa që mbledh votat për shkak të atyre në subvencionimit një ditë para zgjedhjeve etj. Por megjithatë, statistikisht, sipas certifikimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është fituesi i zgjedhjeve. Prandaj mund të vendosë rregullat e lojës, por tash ti ai që përcakton, a do më marr pjesë në atë lojë, as nuk marr pjesë në atë lojë. Aleonca dhe PDK kanë thonë, nuk do na marr pjesë në këtë lojë. Ndërsa PDK ka thonë se na ka kthyer, ma do na me hin lojë, as do na me hin lojë, po si kem krejt lojtar të kështu me radhë.